Ramadan Totaj, që nga mëngjesi sodëm nuk po e ka vështirë të përgatisë flinë gjigante, që është veçoria e aktivitetit Darka e Bereqetit Asian, i cili për të tretën herë me radhë po mbahet në Gjonaj, në organizim të shoqërisë kulturo-artistike Malsori, pjesës së cilës për shumë dekada është edhe ai. Kuzhinieri Totaj tregoi se si është marrë me përgatitjen e kësaj flije, që është më e madhja që gatuhet në trojet shqiptare, që sipas tij ajo sot peshonte 100 kg. 50 kg miell ishin, të shtu edhe uje i ndyrë në ato, po mendoj dikun 100 kg do tjetë me material në qëtëpsi. Edhe sa përkur na ja kemi nisë prej orës 8, ishim prej orës 8, te i bonëm pregaditit jo zjermi, jo drun, jo ato, do më thonë ka ora 10, jemi konë vesh në start të flijës, tash vesh se po sa përfundoj edhe flija, kështu që rend pas rendi erdhën të përfundimi i flisë, çdo sen ka shku në rregull, tash më veç që kemi pak më të lehtë, se jemi pak si më të përgatitën dhe dim çka ka më na ndodh, edhe me gjithë vullnetet, me shpresë, jemi mundu me kanë sa e shishme më dalë, kështu po shpresoj mirë po duket, shpresoj tjetë edhe shishme. Kryetari i shoqërisë kulturo-artistike Malsori në fshatin Gjonaj të Hasit, Aziz Hodaj, tha se edhe këtë vit Darka e Lamës po shënohet si festat më origjinale dhe autoktone që përfaqëson më së miri traditat asiane. Çështja e organizimi i prodhimeve të bukës syzeje tradicionale ka qenë e organizuar edhe përpara, por në kuadër të festivalit Hasion, ka qenë përpara si ekspozitë e prodhimit bukës të brumrave syzeje tradicionale me të cilët mbijetojnë Hasionët, por ka lind ideja që të shkputet nga festivali dhe nga viti 2023 ta organizojmë si eveniment në veti, si fest, njëna ndër festat më të vjetra tona që i kemi, edhe hasione, po edhe shqiptare, dhe po besoj që ja kemi arrit mirë, ja kemi dalë mirë, ka dalë një manifestim i mirë, një organizim i mirë, në sofrat e begatshme tani kemi edhe prodhimin prej shtëpive që i kanë gatu, që i kanë rregullu gratë, nanat tona, po kemi edhe prodhime të furrave, të restoraneve që janë gjitha hasione, gjitha sigurisht që e mira e gjitha këtyre është flija e madhe, flija gjigante, të cilën po bëjmë përpjekje që ta futim në libër Guinnessit. Domthonë jemi duke bërë përpjekje, ka procedura, ka aplikacione ku diun, dhe besoj që në këtë drejtim nuk do të kemi konkurrencë, sepse nuk e di a është provu, po a është gatuar ndonjë fli më e madhe ndonjëherë. Kjo është sipas edhe mediave, se është bërë, sidomos vitin e parë, është bërë shumë virale, shumë mediatike, po sigurisht që ka zonë vend edhe këto vite tjera, vend të posaçëm në median tonë, në publikimin tonë. Nën kryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi theksoi se festa të tilla që kontribuojnë në ruajtjen e traditave shqiptare duhet organizuar dhe përkrahur gjithmonë. Është një ngjarje sa tradicionale, po aq edhe do me thonë se sidomos për trevën e Hasit, për hasianët përgjithësi, për te paraqitjes së ushqimeve që i kanë kultivu me dekada hasianët. Kjo ngjarje tashmë përbashkon edhe shumë njerëz të Hasit, të cilët punën e tyre e bëjnë kryesisht jashtë vendlindjes. Është bërë thjesht edhe një ngjarje kulturore, tradicionale, që paraqet po ashtu edhe bujarin hasiane, ushqimet tradicionale që i kanë bën ndër vite ndër sheku, jo vetëm në vendin tonë, po edhe përtej Kosovës. Sot hasianët me traditën e tyre të gatimit janë prezent pothuajse në gjithë botën, me thekë veçantë në Evropë, dhe sigurisht që kjo ngjarje tashmë është bërë tradicionale, është bërë ngjarje kulturore, dhe ne jemi këtu për ta vlerësuar, për ta falendëruar, edhe për ta respektu si ngjarje, për shkak se tashmë është në kalendarin kulturor të aktiviteteve të vazhdueshme që bëhen në komunën e Prizrenit. Antropologja e mirënjohur amerikane Janet Rainek tha se ky aktivitet ka një rëndësi të veçantë për kulturën dhe traditën hasiane.
Këtë vitet pak ofto, veç fenomenale, ma këqyrë që të krejt që të njerës, të i tranu për fli. Ama do të janë të i tranu për mil, uj, pa kryp edhe të lynë, do të edhe maz. Edhe krejt që të njerës po knaqin e po festojnë shumë, me festu bere qëtë në këtë mënyrë, kur këtë vend, hasi, ka një histori shumë vështirë, edhe gati krejt që të njerës kanë hek në jetë. Që të njerës shumit se kanë qenë fmi, kur unë e njof hasin në vitet edhe jetë ka qenë shumë vështirë. E tash janë shku, janë këty, janë këtu veç sot është një manifestim që mbledh krejt. Ju a e shiuat flin? Ju a e shiuat flin tradicionale? Po, e du shumë, edhe sot ka dalë shumë bukur, special diçka mirë, edhe kam qenë këtu prej 10 mëngjes, 3 orë kemi bërë qatë fli, edhe, më në fund ka dalë shumë bukur, shumë e shishme. Ndryshe, interesimi më i madh i të pranishmëve ka qenë për flin gjigante në gjatësi 2 metër e përgatitur nga banorët e fshati Gjonaj, Darka e Lamës, e njohur edhe si Darka e Lamijeve, e Fushës dhe e Bereqetit. Është një festë dhe ditë tradicionale e shënuar, që në fakt ka të bëjë me kremtimin e përfundimit të korrurave të drithrave e të korrave vjeshtore, e shtruar për të festuar vitin e bereqetshëm.